Përshëndetje miq të nderuar, sot kam vendosur që në këtë video t'ju tregoj se si unë përgatis karamelin e trileqes në shtëpi. Ju sugjeroj që ta përgatisni një herë këtë karamel dhe më nuk do ta ndërroni këtë recetë. Dhe të fillojmë, këtu kam 300 gram sheqer. Do ta shkri dal nga dal në temperaturë të ulët, jo në temperaturë të lartë sepse mund të na digjet sheqeri. Pas 1 minuti, si që shihni, sheqeri është shkrirë dhe ka marrë ngjyrën karamele. Ju lutem të qëndroni deri në fund të videos në mënyrë që të mos humbni asnjë detaj. Pasi që e kemi shkrirë mirë sheqerin, do t'ja hedhim 100 gram me gjalp ose margarinë. Ju lutem mos hedhni më shumë se 100 gram margarinë, sepse karameli mund t'ju yndyrroset shumë dhe më pas mund të ketë më shumë yndyrë se sa karamel. Ju lutem kujdes. Tani do t'ja shtoj 150 ml me halta, që është për përgatitjen e ëmbëlsirave ose torteve. Ju lutem që të keni kujdes që mos të digjeni në këtë pikë sepse tani do të filloj që të avulloj si që shihet në video. Nëse jeni të ri në kanalin tim, ju lutem të na supportoni me një subscribe, me një like dhe një koment. Faleminderit. Pas 3 minuta përzierje, karamelin e kemi në përfundim. Dhe si që shihni, si çfarë karameli të mirë kemi fituar. Nuk e nevojë për ta blerë në përshitore, kur mund ta përgatisim vetë me disa përbërës të thjeshtë që kemi të gjitha në shtëpi. Tani do ta vendosi në një enë qelçi, ku do ta lë në frigorifer afro 20 minutave për të ftofur. Këtë karamel mund ta përdorni për çfarë do lloj ëmbëlsirash. Më besoni, nëse e provoni një herë, nuk do ta ndroni këtë recetë. Unë kam përgatitur një trileqe me këtë karamel, ku mund ta gjeni videon në kanalin tim dhe ta shihni sa e mirë ka dalë. Shpresoj që do ta provoni këtë super recetë dhe besoni që do të ndaheni të kënaqur. Deri në recetën e radhës, ju uroj gjithë të mira dhe faleminderit për shikim.